llojit e marrim, që shki dëshirë, sa kuleç shki dëshirë me bo. Kjo pite i merë dejnë 15 kuleç të vëgjel. Pra, bon me i bo edhe pak ma të mdhaj, bon edhe me 10 pit. Adi mu qit e mu krye. E merë 1 litër ujë, po nuk është të thonë nëse 1 litër nuk shkan. E merë edhe janis që unë ta shpe... Po, pëndzën brume, bra. Po, 1 lugë kryp. Uji është i vakt a i ftoft? Laj, i vakt duhet me konë. Pra uji i vakt. Po. Kuria duhet me qenë brumi i buta I butë, se dhe i fort shumë të halohen ma me zërt, po kjo procedura duhet pak milion me nejtë. Kuleqët, si ti dojsh e milion pak me nejtë, atër ma kolaj të halohen. Jo, edhe shumë të fort ju, se... Apo vazhdon edhe për familjen me gatu këte ndonjëherë, a hajnë dikush? Po, për para, ku ju sa në kënd vëgjel, i kanë hongër shumë pitet e tepsijat mija mi, shumë i kanë hongër. Tash ti si në rritë për tutën, jo po trashëm, jo. Tash ma rrallë, edhe tash jenë shku në Prishtinë, se atje kemi ble banesën, e jenë shku. Faleminderit. Ti e nane? Nane 5 fëmijëve, 3 vajza edhe 2 djembe. Qofshin me jetë gjatë. Faleminderit. Her pas here kemi bisedu që derisa normalisht jeni një prej shikuesve të rregullat të kafës parë, na ke thënë se keni pas vështirësi deri keni shkollu, keni bëç mas, por sot janë të gjithë me profesionet e tyre. Po, qashtu. 5 fëmijë kom shkollu, më kanë mësu shumë tonë. E ka thonë burri se aja arsimtar o konë, tash për para din para lufte që shokon, edhe pa roga kanë punue. E ka pas vështërsi edhe burri, po edhe unë kom kep maqinë, i kom një mu burrit. Tash jënë rrit, jënë shkollu, po ma këthejnë, me të mira, po... Shumë mirë që gjithë kanë baru. Janë duke punu? Po. Djali madhe kom Kru Gjakova këtu. Si ka diplomu o hinje, i vogli që si vjetë ka diplomu e që tash ka këto dizajn grafik. Që ka madhe 2 fakultete mi ka krye. Të i lumt. Po edhe juridikin, edhe këta për motor, medicinën. Infermerin. Po infermerin, edhe ata tash bilesh të e kry praktiken edhe e merë diplomen. Pra brumi ullë tash duhet pak me ngjesh, a? Po. Pra ke qep me maqinë veshje, apo ke qëndis? Qëndis, po. Qezet Nusëv, Gavrim, Toled, me Ari, kom punue shumë. E tash edhe shumë nuk janë të u bajtë, por martohen tash ti pa qeze, ma kolaj. Se për para une o duft me bo qezën i... Shpar qeze e krejt o djegë. Tash s'ka më pak. Me gjithë se pak kam fillu tash prap, disa më jo mbulesa tavolinash, jo diçka për qef, po jo si për para. Pra tash po i formon kulasht edhe me ilon pak, a? Po. Kjo pitja mbushet me qka? Mbushjen është me mazë, a midisi bashkë si përpesh si i thojmë, kas edhe mazë e përzi bashkë. Tash kur të bojmë me mësti, po, tregoj. Veç kështu, po. Ta dim para prakesh qka. Kas ka ti qes edhe tregoj. Pa tjetër. Qka tjetër gjë zakonisht gatun ose e kërkojnë fëmijë? Ta na i gatuj e ta na i qes. Qes edhe melzina, baklava, tash ty nuk kom firmë teme me shit. Vish krejt mit, tonë mi porositin edhe i qes. Baklavat, hagjimaklat, tortët, i qes tana, gjitha flinjat, liqenika, laknur, gjitha i qes. Pra edhe shet? Do me thonë kur ti kërkojnë se nuk më kalon burri për atë punë, se kom pas punë shumë, se unë e vetë, unë apishe.
e me tonë thmine, me la, me kurose, me të tana, e nuk më kalon mu zmadhu, veç të kush më porosit, ta shtë si porositin, bin dasmat, bin mi porositin. Faleminderit për tyne, se ajo Po mirë, tash normalisht je vetën ki ma shumë angazhime në shtëpi, po tash edhe me blet, na merëm se i kem edhe blet, e një moj burrit, merëm edhe me blet. Shumë, e pra ta nuk kom kohën edhe ati shumë, ta shti veç kush porosit, se nuk kom kohë shumë. Pra, keni edhe mjallë për të shitur? Po si vjetë nuk kem gjetë. Se po, për gjithë vetë, shesim mjallë, po kemi mjallë, edhe të bjeshkës, edhe këtë rrini, se i lojmë gjysën në bjeshkë, gjysën këto. Po pse s'kam pas si vjetë, ku është arsyeja? Nuk di koha, se këtu bletë që shtju merë koha. Pra dhe ka qenë pranvera shumë e vëndshme. Po, shumë e vëndshme, si vjetë nuk. Pra, i dërgoni disa prej bletëve në Bjeshk, atje, a? Po, në Bjeshk. Në Bjeshk atje të shpia e vlavë, të babë, se atje se na Bjeshk tonën, e kem kënej këta të burit e ka në Shqipni, Bjeshkën e vetë. A unë e kënej këtë të vlavët, këtu në Gryk Deçanit, Belej, thojnë, e që aty i kemi. Mirë, cila është mjalti që e kërkojnë ma shumë? Ato të Bjeshkës, a këto të Valaj e kërkojnë të kështojës edhe të Bjeshkës mas shumë tisë. Edhe të Livadheve, të Bagrenit, se të Bagrenit i qoj atje në Bërleq, ka Deçanin, të Tmit. A këta e kërkojnë se të kështojës, ka hekër shumë. E thojnë është ma e fort e ma e mirë. Me hongër është pak ma e ilë të ma, po kështu e kërkojnë për punë të hekrit e për punë kush është anemi, kështu si është e të kështojës. Edhe të bjeshtë se të pishave, ka blina atje, pisha e gjithë shka të lika lule. Po. Bashkëshorti vazhdon të punoj si mësimdhënëse? Jo, e kalon mësimdhënësin edhe o hije në post. Kanë rusa, anglisht epke, që të në Gjakovë, në shkollë mjekësis epke mësim, a e kalon tashti është në post. Mira, i pas ka punu në kohën ma të fështirë. Po, vëlla, në kohën ma të fështirë. Normalisht që gjithë ata që njojnë duhen me falemderu pafundësisht, jo vetëm bashkëshortin tënë, po gjithë ata mësimdhënës që vitet e 90-a e kanë bajtë gjallë arsimin, po mos t'ishin ata dhe ne sot s'do t'ishim këtu, ku jemi pra, se pa shkollë s'kishim mujtë me ecë për para si shtetë. Që në gjithmonë falemderus për ata mësimdhënëse, për ato gjenerata. Po, si kanë kalu vëlla ditë fështira. Tani në një farë forme të pas kam pensionu pak ty, a? Se gjithë ashtë, po. Une i laj i hekurosi, ju boj bukë të tëna, e këta mu më furnizojnë atë, shka të duen. Se një kohë ti pas ke boq mas, bashkë me bashkëshortin që ti shkollosh vajzat, ne pam që fshati juaj pak e ka ndësha problematikë transporti, Po që ta ashti, që 10 vite e këne, na vjen një këmbë. Vjen natën 7 ora, edhe vjen 12, edhe vjen 4. E moj jo, e po vëlla, transporti. Po, duhet më uvarë gjithsesi prej makines nëse duhet më utushtë. Disa kilometra ka largë nga Gjakova? Vallahi nuk po di sa kilometra i bjen, veç për 15 minuta, 20, mundet marrë. Të më thonë dikun 80 kilometrë, ndoshta mund tjetë. Po.